të njohur është shuar për punën e tij në Mitrovic, fati i cilit nuk dihet që nga ajo periudhë kohore. Nuk është vetëm Ademi, janë edhe emra të tjerë, unë do dua t'i lexoj emrat të Avërdita, marr parasysh se jemi në hulumtim e sipër që nga fillimi të këtij lajmi, pra përposa Ademit bëhet fjalë për Idris Recin, për Demir Ahmetin, për Fatmir Fazliun, Adem Beqirin, Sahid Beranin, Hasan Dërvarin, Ali Halitin, Shaip Ujkanin, Faton Ujkanin, Mahit Ujkanin, Nazim Ujkanin, Shkëlzen Ujkanin, Tahir Mziun, Salim Mziun, Nazer Mziun, Zymer Mziun, Selim Mziun, Shashir Mziun, Samir Mziun, Bekim Mziun dhe Gjevdet Mziun dhe Gjemal Mziun. Gjithë këta janë të zhdukur nga ajo periudhë kohore dhe vlen të theksohet se ky numër ka mundur të jetë edhe më i madh. Edhe tre persona, njëri prej tyre ka qenë ish kryetari i komunës së Mitrovicës, Faruk Spahia, i cili më pastaj kishte jetë. Dhe kjo është si informacion dhe si gjetje, nëse një gjë e tillë konfirmohet për varrezë masive, atëherë kjo do të ishte një nga rastet më të rënda, sidomos në 10 vjeçarin ose më shumë se 10 vjeçarin e fundit në territorin e Kosovës. Për arsye se varreza masive ka parë edhe jashtë territorit, si Batajnica, Petrovo Selo dhe pjesa tjetër në Serbi. Dhe duket kushtrim se teksa ende po zhvillohen gërmimet, ende nuk dihet nëse kjo është varrezë masive apo kjo mund të ketë indikacione që të ketë edhe lokacione të tjera, pra ende është se e kemi një konfirmim të tillë. Pra jemi duke raportuar. Po, gjithmonë jemi duke raportuar nga burimet fillestare, nga informacionet fillestare edhe nga dyshimet fillestare Avërdita. Pra bëhet fjalë për diçka që është e konkretizuar, çfarë është e konkretizuar dhe konfirmuar është që janë gjetur mbetje mërtore. Janë gjetur gjymtyr të trupave, janë gjetur kafka të njerëzve. Dyshimi është i bazuar se aty gjenden trupat të vdekur. A mund konfirmohet se trupat ose mbetjet mortore i përkasin 23 kosovarëve të zhdukur gjatë luftës në Kosovë? Kjo mbetet për ta konfirmuar, për arsye se Instituti Mjekoligjor, organet e sigurisë, prokuroria është në hetim me sipër dhe natyrisht ne nuk do ta pengojmë këtë hetim, marr parasysh se po flasim nga ky perimetër i sigurisë, edhe po flasim nga një hapësirë ku nuk dëshirojmë edhe të krijojmë problem në raport me institucionet e sigurisë. Kështu që si çështje e fundit për ta diskutuar, po. Patjetër, dhe ne jemi drejt për drejt, po besoj kemi Arton në studio, e cila do t'ju